Universiteti i Shkodrës Luiq Gurakuqi organizoi aktivitetin e ditëve të dyerve të hapura, duke u ofruar maturantëve dhe të rinjve një mundësi të veçantë për t'u njohur nga afër me ofertën akademike. Secili prej fakulteteve prezantoi programet e studimit dhe risitë që ofron për të rinj, duke njohur në detaje mbi drejtimet e ndryshme të studimit në të tre ciklet, bachelor, master dhe doktoratur. Besoj që është momenti i duhur në këtë muaj, pra gjatë prillit dhe majit, që ju tashmë të bëni zgjedhjen e duhur për studimet e ardhshme universitare. Shfrytëzoni këtë ditë sot, që është dita e dyerve të hapura, që do ta kthejmë në traditë për të komunikuar me të gjithë maturantët jo vetëm të qytetit të Shkodrës, por të qarkut dhe përtej, mundësisht të veriut dhe verilinës së vendit, për të komunikuar me stafet tona sot, në mënyrë që të merrni informacionin e duhur për programet e studimit që ne ofrojmë, për ofertën akademike, veçanërisht në programet e ciklit të parë të studimeve bachelor. Tani, duke zgjedhur Universitetin e Shkodrës, ju në fakt zgjidhni institucionin i cili ka një traditë të shkëlqyer të formimit të mësuesve, por jo vetëm, edhe të profesioneve të tjera. Një institucion që ka kultivuar qytetarinë, por mbi të gjitha ka kultivuar kulturën e dijes dhe duke bashkuar traditën me përpjekjet tona për transformim dhe për transparencë, ne besoj që do ja dalim së bashkut me ju. Mos keni hezitim, ju lutem, që ta keni universitetin ton zgjedhje të parë. Pasqyrë e qartë atij vizioni që të gjithë institucionet përgjegjëse për qytetin e Shkodrës kanë për t'ju ofruar ju. Për ne sot është detyrë që ju tregojmë dhe t'ju bëjmë të ditur të gjitha hapësirat, programet e studimit që Universiteti i Shkodrës ju ofron. Të gjitha hapësirat e bashkëpunimit të Universitetit të Shkodrës me universitetet e tjera të Shqipërisë. Të gjitha hapësirat e bashkëpunimit dhe programet e bashkëpunimit që Universiteti i Shkodrës ofron me universitetet e botës dhe të gjitha mundësitë që ju hap tash me Universiteti i Shkodrës për të formuar profesionalisht, por edhe personalisht. Të ndërtojnë karriera të suksesshme duke u gjendur mirë me qytetin, me komunitetin, me familjarët, me shoqërinë e tyre, që është me shumë vlerë, për të mos u detyruar t'i braktisë të gjithë e për të fluturuar si një zogilir, por të rrinë komunitet, në shoqëri dhe kontributin e vet ta jap sërish për komunitetin, për bashkinë, për Shkodrën tonë, të cilën të gjithë duam për ditë e më të bukur, më të mirë, më të zhvilluar. Dita e dyerve të hapura shërbeu gjithashtu si një hapësirë bashkëbisedimi ku maturantët adresuan pyetje dhe morën informacione të drejtpërdrejta mbi procesin e aplikimit, mundësitë e punësimit dhe zhvillimin akademik. Oferta jonë akademike vjen e përmirësuar, po presim edhe miratimin nga Ministria e Arsimit të hapjes së disa programeve të reja, ku kemi aplikuar gjithashtu edhe për disa programe studimi në gjuhën angleze, që shpresojmë që të nxjisë edhe ardhjen e studentëve të huaj. Shumica e nxënësve maturës janë për më shumë për ekonomi. Cilat ishin pyetjet kurreshtja? Nëse certifikata ishte e njëjta me të qyteteve të tjera, domethënë, sepse është e rëndësishme nëse certifikata është e njëjtë, ka të njëjtën vlerë, njoftje edhe jashtë shtetit. Personalisht e keni vendosur për çfarë do të studioni dhe ku do të studioni, në Shqipëri apo jashtë? Për momentin në Shqipëri. Mu më pëlqen dega Fakulteti i Shkencave Shoqërore tek Luiq Gurakuqi. Aktiviteti tërhoqi interes të lartë, duke dëshmuar rëndësinë që ka orientimi i hershëm i të rinjve drejt arsimit të lartë dhe ndërtimit të karrierës së tyre.